Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë janë i qershit, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe trurit tuaj. Qershit përmbajnë antioциaninë dhe antioksidant. Antioциaninët kanë veprime antiinflamatore duke mbrojtur qelizat e trupit. Qershit kanë flavonoide duke pasur efekte të forta, ndaj janë në një burim i pasur i fibrave të cilat janë të nevojshme për funksionet e duhura të zorrve. Qershit janë të pasur me vitaminën C, e njohur për veprimin e saj antioksidues dhe kontribon në një forcë më të mirë të mbrojtjes natyrore të trupit. Ajo është gjithashtu e pasur me beta-karoten, një antioksidant që mendohet se forcon mbrojtjen e trupit dhe kontribon në funksionet e duhura të sistemit riprodhues. Qershit janë edhe të pasur me beta-karoten në krahasim me shalqinin, pjeshkët dhe luleshtrydhet. Kaliumi zbulohet në sasi të konsiderueshme edhe të qershit, që ndihmon në rregullimin më të mirë të presionit të gjakut. Ato përmbajnë përqindje të lartë të melatoninës, e cila është e lidhur me trajtimin e pagjumësisë. Fruti gjithashtu ka pak kalori dhe është ideal për një recetë të shijshme. Një filxhan me 21 qershi ofron më pak se 100 kalori, ndërsa mbulon 15% të nevojës tuaj ditore për vitaminën C. Gjithashtu, qershi do t'i japin trupit përfitime të mira ushqyese. Sipas Healthline do të rendisim disa nga vlerat më të mira që qershit do të ofrojnë në organizmin tuaj. Ato rrisin nivelin tuaj të energjisë. Duke konsumuar qershi, ju do të rrisni energjinë që zgjat edhe në mënyrë krejtësisht të natyrshme, pasi kaloritë që merrni nga frutat janë pothuajse në mënyrë ekskluziv në sheqerna natyror, të cilët ju ndihmojnë të mbani nivelet tuaja të energjisë të larta pa luhatje të papritura. Herën tjetër që do të ndjeni të lodhur dhe letargjik në mes të ditës, hani një grusht me qershi të pjekura dhe do të ndjeni menjëherë me efektet e tyre të dobishme. Ato të bëjnë të flesh më mirë. Nëse keni vështirësi për të fjetur, konsumi i përditshëm i qershive do ju ndihmojë të përmirësoni kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit. Herën tjetër që do të keni pagjumësi, mos nxitoni të merrni medikamente që ndoshta kanë efekte anësore, por hani qershi çdo ditë për të parë rezultate të shpejta sapso bini në shtrat. Ato i bëjnë mirë gjithashtu edhe shikimit tuaj. Qershit janë ushqyes dhe të dobishme për sytë tuaja pas janë të pasur me vitaminën A. Një pjesë e kësaj vitamine është beta-karoteni, i cili ndihmon në shikimin e mirë dhe shëndetin e përgjithshëm të syve, dhe një pjesë tjetër është retinoli, i njohur që ruan shëndetin edhe përmirëson edhe syt. Gjithashtu qershit përmbajnë 20 herë më shumë vitaminë A sesa luleshtrydhet dhe boronicat. Ndaj, në këtë mënyrë është mirë që t'i konsumoni këto fruta për të marrë edhe element natyral të vitaminave. Ato janë të mira kundër problemit të radikaleve të lira. Antioksidantët e fuqishëm natyror që përmbajnë qershit zvogëlojnë rrezikun e radikaleve të lira, duke ndihmuar në plakjen e shëndetshme dhe kontrollin e qelizave tona. Mendohet se sa më mirë që t'i bëni trupit tuaj duke ushqyer atë, aq më mirë do të keni përfitimet për organizmin. Qershit do të përmirësojnë edhe sistemin tuaj tretës. Për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, qershit ndihmojnë në sistemin tonë tretës të funksionojë më mirë dhe në të njëjtën kohë të ulë kolesterolin. Ato i japin një grusht çdo ditë 1/4 e sasive të fibrave që nevojiten në ditë. Shikoni për pjesë të tjera të sasive që nevojiten me perime dhe bishtaja. Zbusin dhimbjet dhe zvogëlojnë entjen. Qershit janë një burim i mrekullueshëm i antioциaninëve, të cilat ndihmojnë në reduktimin e ndjesisë së dhimbjes dhe entjes nga sëmundjet kronike, madje edhe nga artriti ose sëmundjet të veshkave. Nëse vuani nga dhimbjet e artritit, përpiquni të hani një sasi të mjaftueshme të qershive në vend që të merrni një pilulë analgjezike dhe shikoni nëse funksionon në rastin tuaj. Parandalon ngërçet e muskujve. Edhe pse bananet dihet se përmbajnë shumë kalium, por në porcion ju mund të merrni po aq kalium nga qershit nëse nuk jani një adhurues i shijshëm i bananeve. Kaliumi ndihmon në parandalimin dhe trajtimin e dhimbjeve nga ngërçet, spazmat e muskujve, kështu që të gjithmonë mund të shtoni edhe qershit në dietën tuaj. Në mënyrë alternative mund të konsumoni edhe lëngun e qershive nëse nuk ju pëlqen fruti. Qershit kontribojnë në funksionin e duhur të trurit.
Nëse ndjeni abstrakt dhe harroni informacionet shpejt, mendoni se qershit mund t'ju vinë në ndihmë me përmirësimin e kujtesës afatshkurtër. Qershit njihen si një ushqim i trurit pasi përmbajnë edhe antioksidant, veçanërisht të dobishme për shëndetin e trurit. Ato i bëjnë mirë edhe zemrës suaj. Ushqimet janë të mira për zemrën tonë dhe janë gjithmonë të mira për të pasur një dietë të shëndetshme. Asnjëherë nuk është herët ose vonë për të mbrojtur shëndetin e zemrës, kështu që qershit ndihmojnë në parandalimin e dështimit të zemrës dhe gjithashtu janë të shijshme për organizmin. Një porcion me qershi në ditë është një hap i mirë për një zemër të shëndetshme dhe një shëndet më të fortë kardiovaskular. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë në një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe këto komponentë të rëndësishëm e përmirësojnë qelizën e trupit dhe rregullojnë punën e zemrës dhe presionin e gjakut. Qershit kanë veti të mira antiinflamatore. Në sajt e efekteve të forta antiinflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten aleate të mira kundër dhimbjeve në kyçe. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, por kanë edhe lëndime sportive. Sipas ekspertëve, qershit kanë gjithashtu efekte më të mira edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Qershit stimulojnë tretjen. Përveç acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe në këtë mënyrë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet të mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalin e urinimit, sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu mund të parandalojnë krijimin e kariesit dhe problemeve të mishrave të dhëmbëve. Ato mbrojnë gjithashtu edhe kundër problemit të radikaleve të lira. Antioksiduesit si zeaxanthin dhe beta-karoten mund të gjenden edhe te qershit të ëmbla dhe megjithatë kanë edhe shumë përfitime për organizmin. Këto komponime veprojnë si pastrues i radikaleve të lira dhe komponimeve të tjera të dëmshme që luajnë një rol të rëndësishëm në plakje në zhvillimin e problemeve të ndryshme. Qershit ndihmojnë pozitivisht edhe në koncentrim, në ekuilibër dhe koordinim të lëvizjeve, në të njëjtën kohë ulin presionin e gjakut. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që duan të kenë një lëkurë më të shëndetshme. Nëse doni të përfitoni më shumë nga ky frut, atëherë qershia duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë ushqyese që ajo mbart, do të kthehet në një aleat të mirë për një gjumë cilësor. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon me gjumin. Ulëntimi i tyre ka treguar se tanket tuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi kanë konsumuar për 2 javë çdo ditë 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori të ulët, në 100 gram ka vetëm 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer për një dietë të shëndetshme. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjesinë e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë kalium kurse kanë pak natrium. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë tuaj.